لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë, përshëndetje, salavat, dua gjithherë i ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati nderuar, një ditë Muhamedi alayhis salam ishte duke nejt me shokët e tij. Dhe njëri prej tyre, që e kishte emrin Sufjan ibn Abdillah Thaqafi, i tha: dërguari i Allahut, po të pes diçka në Islam që mos të pes askën tjetër pas teje. Që këti sahabiju apo këti shok i interesojke që me ditë çka është më e rëndësishme në Islam, çka është më e domosdoshme në fenë islame. Dhe si zakonisht Muhamedi alayhis salam përgjigjet i kishte të shkurtëra, mirë po me kuptim të gjerë. Çfarë përgjigje i dha Muhamedi alayhis salam? Tha: thuaj, amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, kam besu Allahun dhe të jesh i qëndrueshëm në fe. Të jesh i vendosur në fe. Të jesh i vazhdueshëm në fe. Kjo pra ishte përgjigja e shkurt e Muhamedit alayhis salam, që këtij sahabiju apo shokit të tij i interesoi se çka është më e rëndësishme në fe, pasi që ti je gjallë dhe pastaj ki me vdek, unë du me ditë çka është më e domosdoshmja. Kjo ishte përgjigje e Muhamedit alayhis salam. Thuaj, kam besu Allahun dhe të jesh i qëndrueshëm, i vazhdueshëm, i palëkundër në fe. Pra Muhamedi alayhis salam gjithherë ka fillu me imanin. Gjithherë ka fillu duke i këshillu besimtarët që ta besojnë Allahun një. Se çdo sen fillon pikniset prej imanit, prej besimit në Allahun Dhul Xhelal. Se nëse dikush nuk ka besim në Allahun Dhul Xhelal, edhe vepra tjera me ba të mirë, Allah Azza wa Jell nuk ja pranon. Nuk ka dobi, nuk ka sukses, përderisa nuk ka iman, nuk ka besim në Allahun Dhul Xhelal. Po ashtu besimi, imani, njeriut i jep siguri, i jep qetësi, i jep rahati. Pra kur njeri ta besojë Allahun Dhul Xhelal ashtu si duhet me besue, është njeriu më i lumtur, është njeriu më i sigurt, është njeriu më i rahatshëm që jeton në jetën e tij. Mirë po, me besu Allahun ashtu si duhet me besu Allahun, jo më kanë i lëkundër, jo më kanë i dyshimt. Pak një sprovë me të ndodhë, mi njëherë ndoshta mendojna edhe keq për Allahun. Pra nëse mendojna keq për Allahun, Allahun na ruajt që neve kur të na godasin sprovat, kjo don të thotë që se ki kuptu imanin, se ki kuptu se çka do me thonë besimi në Allahun Dhul Xhelal, që çdo sen në këtë gjithësi, në këtë kosmos nuk ndodh vetëm se me lejen, me udhërin, me caktimin e Allahu Dhul Xhelal.
E kur besimtari ta ketë këtë bindje, ta ketë këtë iman, ta ketë këtë siguri, normal si çdo sen që t'i ndodhe, ai ka me qenë i rahatshëm, ka me qenë i qetë, ka me qenë stabil. Shembull, pse disa njerëzit devijojnë, që ndoshta edhe është bo me gësht se shiko ku ka arrit, çka t'u bëhe. Mirë, po në moment të shë se ka devijue, ka dështue, në udhu billah, që ka qenë, që është bon me gësht me shenjë, tash e shë, ka deviju, e kundërshton edhe fejnë. Pse? A pak më herët, pak më para ishte njëri që është bon me gësht në fejnë, që njerëzit duke ndjek, duke morë mësim, prej ti apo prej saj, mirë, po pse devijoj? Moment, e çuditshme, si, qysh? Përgjigjja është imanin se ka pas në rregull. Besimin në Allahun Dhul Xhelal nuk e ka pas të sakt. Ka qenë i lëkundër apo e lëkundër në fejnë e saj. Kjo ka të bëjë me imanin, me besimin në Allahun Dhul Xhelal. Për ata thuaj, kam besu Allahun dhe të jesh i qëndrueshëm, i palëkundër, i vazhdueshëm në fejnë Allahut deri në vdekje. Pak më herët e lexova ajetin kuranor dhe çdo imam në të gjithë botën e lexojnë në çdo hutbe këtë ajet. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju njerëz, mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Kjo pra është synimi jetës sonë që na jetojmë, të jetojna me besimin Allahun Dhul Xhelal, edhe fundi jon të jetë vetëm me besim, vetëm me iman Allahun Dhul Xhelal, se këtu është shpëtimi kësaj bote edhe shpëtimi botës tjetër. Pra, të jesh i qëndrueshëm në fe, apo arabisht i thojnë, kyshe ka përmenë edhe Allah në Kur'an, el istiqame. Të jesh i qëndrueshëm në fe, të jesh i palëkundër në fe, don të thosh të jesh, don të thot të jesh superior. 100% të jesh besimtar. Edhe pse për këtë ka thonë Muhamedi alayhis salam, vështirë keni, mirë po mundohuni, se didu e qaribu. Që ka thonë? Mundoni të jeni të drejt edhe të afërm. Apo si? Se didu e qaribu, drejtona ati të caku, ati kohon 100% me rok. Apo nëse smuni ati, spaku me afrue. Spaku me afrue, ku se cilje kemi vështirë, që 100% të jemi besimtar, të denjë, të sinqert, të mirë, të uzuar. Po nëse s'kena mundësi 100%, kena mundësi më konë 90%, 80%, 70%, e kështu me radhë, s'po foli mo, më zbina ma poshtë. Po me rëndësishmja, t'jemi të kujdesshëm mos dalmi nga i rrethi. Hiq, pra dhe nëse s'mujna me rok cakun në mes, mos dalmi prej rrethi. Se nëse kemi dal prej rrethi, jemi 0-0. I shkojmë Allahut 0-0, Allahu na ruajt. E me 0-0 kur kush pranon. E ki pa kur ta qenët atë mesazhin 0-0, s'ka mos mundesh me fol. Edhe Allahut mos t'i shkojna 0-0. Pra nëse s'mujna mi shkue 100%, nëse s'mujna fejn me praktikue 100%, mos të dalmi 0-0. Po të mundohemi që të jemi 100%. Qysh ka qenë Muhamedi alayhis salam shembulltir dhe si ishin shokët e tij? Shembull, Muhamedi alayhis salam
kur flasmi për qëndrueshmërinë në fe, shembull në namaz. Pejgamberi alayhis salam pos 5 vakte që i ka fal, edhe ata me xhamat ka fal edhe namaz natë. Dhe më thonë superior, ma shumë se 100%. Ma shumë se 100% besimtari bindër në fejnë Allahu Dhul Gjelal, sa që ndonjëherë kur i ka ik namazi natës, që su në qu, apo ka qeni së mur, e ka bon kaza ditën, gjatë ditës e ka fal namazin e natës kaza. Shikoni sa i kujdesshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo dëmë të thot i qëndrueshëm, i vazhdueshëm, i palëkundër në fejnë Allahut 100%, po edhe ma shumë se sa 100%. Kështu pra duhet të mundohemi që të jemi besimtar dhe të jemi të qëndrueshëm dhe të palëkundër në fejnë Allahut Dhul Gjelal. Për shkak se na kështu, kur ta besojnë Allahun Dhul Gjelal, edhe të jemi të qëndrueshëm, të vazhdueshëm, të palëkundër, duke adhuru Allahun Dhul Gjelal, s'kena me dështue kur në jetën tonë. Pasha Zotin, s'kena me dështue në jetën tonë që jetojmë, nuk kena milshue parimet. Shikoni një shembull shumë interesant që donë të thot me vendosmëri. Ku t'jesh me iman Allahun Dhul Gjelal, kohën pasi që vdes Muhamedi a.s. dhe në atë kohë kishte përgadit një ushtri në udhëheqjen e një komandanti Osame ibn Zeid, që të shkoje tek romakët për luftë. Dhe në atë kohë sa e përgaditi a.s. ushtrin, vdeq në rëjet. Në rëjet Muhamedi a.s. dhe nuk kishte sprovë më të madhe se sa vdekja e pejgamberit a.s. sa që thët Aisha, gruaja e tij, Allah qoftë e kënaqur me ta, thët atë natë, kur ka vdek Muhamedi a.s. të gjithë jemi ba sikur se delet në natën me shi. E keni po, qysh bëhen delet kur ka nata shi. Qashtu thët jemi ba, të pikluar, të mërzitur, të friksuar. Edhe tash u diskutu çka me bo me këtë ushtri që e ka përgadit Muhamedi a.s. A me shkue për Sham tek romakët apo mos me shkue. Omeri, falni Ebu Bekri, u zgjedh pres i besimtarëve. U zgjedh pres i besimtarëve pas Muhamedit a.s. Edhe kjo ishte gjëja më vështirë për Ebu Bekrin, të jesh pres në vendin e Muhamedit a.s. Omeri çka tha, apo sahab çka than, tha të këshillojmë që mos me nis këtë ushtri që Muhamedi a.s. e ka bugati, për shkak se tash jemi dobësu dhe njerëzit kanë me na sulmue. Pra disi e ndin ato një lloj frike, pasi që ndroi jetë Muhamedi a.s. Shikone vendosmërinë e Ebu Bekrit, qëndrueshmërinë e tij, pasha Zotin. Tha nëse edhe e gërsirat kanë me ardhur në Medinë me na sulmue, nuk i bi prap vendimit që e ka vendos Muhamedi a.s. Kjo ushtri ka me shku ati ku ka thonë Muhamedi a.s. Vazhdoni, vazhdoni. Dhe u nis ushtria. Dikon 40 dit apo 70 dit ju shkej udhtimi deri sa arritën në Sham tek romakët, dhe nuk pat fish dhe njerëzit që i pan çka thanë, por deri sa kjo ushtri nuk ka kthi prap, edhe ju ka vdek pejgamberi tyre, këto kanë të fortë. Këto kanë të fortë shumë. Shikoni vendosmërinë edhe strategjinë e Ebu Bekrit që ishte në dobi të muslimanëve dhe pas një kohe u kthin fitimtar. Kjo dënë të thot pra, kur të kesh iman,
të thellë në Allahun dhul xhelal, nuk i ndron edhe parimet, je i qëndrueshëm deri në vdekje. Por ata të parët tonë çka kanë thonë? O ju njerëz, ka mundësi që dikush në këtë kohë bën ibadet, nafile, ndoshta më shumë edhe se sa shokët e Muhamedit a.s. Mirë po thot, e dini shembull Ebu Bekri me çka javë ka shku juve? Javë ka shku me atë imanin, javë ka të i kalu me imanin, me besimin që e ka pas thellë të ngulitur në zemrën e tij, që s'ka pas mundësi kush me ndryshue Ebu Bekrin, sa ashtu e ka pas imanin e fort, bindjen e fort në Allahun dhul xhelal, që kjo do të thot se çka do me thonë me besu Allahun një, ashtu si duhet me besu, dhe pastaj të jesh i qëndrueshëm, të jesh i vazhdueshëm në fenë Allah dhul xhelal. Allahu ka prush probleme të mëdha. Shembo thot, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, thot ata të cilët thanë se Zoti jonë është Allahu, e kanë besu Allahun dhul xhelal, ata çfarë problemi kanë? Kanë mi ju zbrit me lachet e rahmetit, edhe në momentet ma kritike, në momentet e vdekjes, duke i thanë, na jemi të dashurit e juve, alla të khafu, wala të hzenu, masu friksoni, masu pikloni, dhe na ju përgëzojnë për xhenet që ju jeni lodh, e keni mbajt imanin, i keni mbajt parimet, keni qenë të qëndrueshëm, të vazhdueshëm, të palëkundër në fenë Allahut, na ju përgëzojna për këtë me xhenet, që aty keni me pas edhe çka dëshiron shpirti i juve, çka ju të dëshironi, keni me pas të Allahu dhul xhelal, vetëm jetoni me iman, jetoni me besim në Allahun dhul xhelal, dhe të jeni të qëndrueshëm, të palëkundër, të vazhdueshëm në fenë Allahut, duke adhuru Allahun një, dhe duke mos i shkel normat, ligjet që Allah azza wa jall ato i ka ndalue, për shkak se ato bëhen edhe sebeb që neve në jetë me na shkaktue të këqija, sprova edhe fundin mos me pas të mirë. E kulli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.